Është edhe një pyetje, si mund të ruajnë çiftet dashurinë pas shumë vite bashkëjetesë? Kanë probleme. Shifrat janë alarmuese. Domethënë ndarjet janë subhanallahu. Duhet ta di, domethënë një vajzë që prish familjen e ka hidhur Zotin, nuk prishet familja pse burri i nxjerr çorapët prej kryet venit dhe i fugën mbas derë dhe se ne duroj unë. Po kam pas rast. Kam pas rast domethënë që burrin e ka shkurorzu gruaja pse i ka kërkuar jogurt një firmës tjetër që ka sjellë nga një firmë tjetër. Ka thënë unë e dua atë sa është më i mirë, më i këto arsye kote janë banale këto. Siç ndodh domethënë edhe një mashkull që ta shkurorzojë një grua për sende të vogla, mos prishet, domethënë është halal shkurorzimi. Por dridhet arshi i Allahut është nga halalet më të urrëtura tek Zoti. Prandaj domethënë investimi në martesë duhet të shoqërohet me kujdes. Investimi në martesë për një jetë të gjatë dhe të lumtur duhet investohet me mirëkuptim dhe këtu kisha pas dëshirë domethënë të gjithë ata që na ndjekin dëgjojnë me vëmendje. Unë shpesh herë ata që vinë konsultohen dhe bisedojnë, që na ndjekin, do ta shohin këtë program e din shumë mirë një fjalë që ju kam thënë. Bëhu egoist. Egoist. Vret pak keq kjo, po. Si egoist, feja nuk na mëson neve të jemi egoist? Po, mirë po ka një gjë ka. Kur themi bëhu egoist, bëhu egoist. Një grua ose një burr i cili është në gjendje të harroj veten. Një grua që është në gjendje të bëhet robrejesh për burrin. Një grua që është në gjendje të bëhet çmos për burrin, duke harruar Zotin dhe duke harruar veten. Dhe duke harruar kujdesin ndaj vetes. Ta dije që nesër ai burri kur do e lënë nuk i ka fajt burri, ki fajt ti motër. Nesër kur një grua do të largohet nga burri, ta di edhe ai burri se fajti ka pas ai. Pse i ka pas ai? Sepse ky e ka harruar veten duke u marrë me ato. E tash, çfarë nën kupton me fjalën egoizëm? Egoizëm kuptimin e saj, një njeri që është në gjendje të bëjë çdo gjë për dikë tjetër duke harruar veten, nuk do të arrijë dashurinë e tjetrit. A din ti ndonjë rast për të përmend këtu se një person ka qenë në gjendje që përmendë me vdesje për dikën dhe ka fituar dashurinë e dikujt? Kështu rast nuk kam dëgjuar. Por kemi dëgjuar rast çfarë zboni dhe në fund përsëri ja kthej shpinën. Jo, në moment që ti ja kthen shpinën vetes tënde, motër dhe vëlla, duke e harruar shëndetin tënd, duke e prish rahatin dhe gjumin tënd, duke net pa gjumë duke vajtu për dikant, duke mos u kujdes për fizikun tënd, duke mos u kujdes për veshjen tënde. Kam harruar veten, nuk kam blet diçka për vete, tu blet për burrin ose tu interesu për gruan. Do vjen një ditë ku nuk do të vlerësohen gjitha këto, sepse ai burr dhe ai gruaje ka mundësi si rezultat i shikimit dhe si rezultat i sprovës më të madhe që na paraqitet video të ndryshme dhe fotografi të ndryshme në rrjetet sociale, ka mundësi domethënë që të harroj. Prandaj, kujdesi ndaj vetes, investimi tek vetja, investimi një gruaje tek fëmijët. Investo tek fëmijët e tu që burri në momentin që rrin në shtëpi kur ti të shohë duke investuar tek fëmijët. Jo ti ke harruar fëmijët duke vrapu pas burrit, non stop duke ndën telefon ku shkon, çka bën, si mund ta ndjeki unë, ti vi një GPS ta shoh ka shku, edhe fëmijët në hallakat. Mas një javë burri do vinë në shtëpi. Në moment ku do vinë në shtëpi, nuk do qëndrojnë në shtëpi shkaku i zhurmës së fëmijëve se nuk kanë edukatë, se ti nuk je marrë me fëmijët. Edhe do dalë për shtëpi. Ti fokuso te fëmijët e tu. Bëj atë çka është e nevojshme me fëmijët e tu. Dhe ai le të shkojë ku do të. Por ama, një herë kur do vi, ku do të shoh atë ëmbëlsinë e familjes, atë kënaqësinë e familjes që nuk ta zaventson kërkush në dunjë. Kërkush në dunjë nuk ta zaventson. Evladin sa zaventson kërkush. Kënaqësinë, komunikimin e nënës me fëmijët. Një burr si e zaventson kërkush. Sa do e bukur që të një vajzë. Sa do e pashme tjetë, sa do e pasur tjetë, sa do autoritative tjetë. Dhe këndej gruaja sa do të mos i ketë ato që i ka një vajzë tjetër. Nuk ja zaventson ajo vajza tjetër atë ëmbëlsinë, atë atmosferën familjare. Kush do ta bëjë këtë? Do ta bëjë gruaja në shtëpi. Ama nëse kjo është fokusu, non stop merret me atë, i ka harruar fëmijët, ai nesër kur do vihet zhurma e vajtumja, e kajtmja, mungesa e rendit në shtëpi. Kjo tu kujdes për atë, ka humb veten, s'është kujdes për veshjen, nga kuzhina e ka da. Prandaj ndodhin ndarjet. Prandaj fokusoni tek vetja, merruni me veten, punoni me veten dhe në momentin që
e dush veten, ti jesh i sigurt dhe e sigurt se do të duan edhe burri dhe gruaja dhe fëmijët. Në momentin që e humb veten për të tjerët, ta di se do t'i humbish edhe ata që mendon se do t'i kesh para afër.